Shiko, dëgjo dhe jeto. Libri numër 5. Përshëndetje. Tregimet e pikturës së gjelbër janë nga libri i Zotit, që është Bibla. Ato tregojnë për një njeri të madh, i cili mori ndihmën e Zotit në kohën e vështirësive. Dëgjo, shiko pikturën tjetër kur të dëgjoni tingullin. Naman vizitoi shtëpinë e Elishës. Elisha ishte një mësues i madh dhe profet i Zotit në Izrael. Një ditë, një njeri me emrin Naman erdhi në shtëpinë e tij. Ai ishte komandant i armatës së Sirias. Dhe Siria ishte armiku i Izraelit. Namani ishte njeri i fuqishëm dhe guximtar, po kishte sëmundje e lebrozës. Ai erdhi në Izrael se kishte dëgjuar që Elisa mund të shëronte atë sëmundjen e tij. Por Elisha as që edhe doli të takonte atë. Elisha dërgoi fjalë pas shërbësve të tij që të shkojë në lumin Jordan dhe të lahet 7 herë, edhe ai do të pastrohej nga lebroza e tij. Naman u zemërua dhe tha: "Unë mendova se ai do të dilte dhe do të thërriste emrin e Zotit të tij, do të më shërohej nga lebroza." Prandaj Naman u largua me zemërim të madh. Namani në lum. Shërbësit e Namanit i luteshin atij që të linte me një anë zemërimin dhe kokëforcinë e tij, dhe ata e nxitshin atë që të bindej këshillës e Elias. Prandaj Namani shkoi te lumi Jordan dhe u la 7 herë. Shikoni pikturën, sa i lumtur që është Namani. Lebroza e tij ishte shëruar komplet. Elisha nuk e kishte frikën nga ky njeri, por ai besoi në Zotin e Madh. Ai e dinte se Zoti mund të bënte çdo gjë, por ai dinte se edhe njerëzit duhet të binden atij që të jenë të shpëtuar nga vështirësitë. Elisha dhe armata e Zotit. Zoti gjithmonë i tregonte Elishës sa herë që sirianët e sulmonin Izraelin, Elisha paralajmëronte mbretin e Izraelit që i sirianët mos i mundin ata. Mbreti Sirias ju tha ushtarëve të tij: "Shkoni dhe gjeni Elishën ku është që ta zë." Një mëngjes herët, Elisha dhe shërbëtorët e tij dolën jashtë dhe i pan sirianët duke ardhur që ta merrin atë. Shërbëtorët qanin dhe bërtisnin: "Mësues, çfarë do të bëjmë ne?" Dhe Elisha u tha atyre: "Ju mos u brengosni, sepse ka më shumë prej tyre që janë me ne se ata që janë me ata." Pastaj shërbësit pan kuajt me karroca të zjarrit rreth tyre, dhe ajo ishte armata e Zotit që i dërgoi ai t'i mbronte ata. Elisha dhe ushtria e verbër. Duke ju afruar ushtria siriane Elishës për ta zënë atë, ai u lut Zotit, sulmoi këta njerëz me verbëri. Menjëherë të gjithë ushtarët ishin të paaftë të shihnin Elisha, ju afrua atyre dhe u tha: "Më ndiqni mua dhe unë do t'ju dërgoj te ai që ju dëshironi." Elisha i drejtoi njerëzit e verbër në Samari, në qytetin kryesor të Izraelit. Aty Elisha ju lut Zotit prap: "Zot, hapi sytë e këtyre njerëzve." Atëherë sirianët e pa se ishin në qytetin e armikut të tyre. Mbreti i Izraelit dëshironte t'i vriste ata, por Elisha i tha: "Ushqejini dhe i jepuni të pinë dhe lirojini që të shkojnë." Miq, Zoti i Elishës është më i madh se edhe vetë armiqtë tanë. Ne nuk kemi nevojë të kërkojmë hakmarrje nëse besojmë në të. Rrethimi i Samarias. Ushtria siriane erdhën prap të luftojnë Izraelin. Ata e rrethuan qytetin e Samaris për një kohë të gjatë, dhe izraelitët mbetën pa ushqim. Shiko pikturën, mbreti i Izraelit duke ecur mbi muret e qytetit. 2 gra shkuan te mbreti duke lutur atij që t'u ndihmojnë, se ato ishin aq të rritëra sa që i hëngrën fëmijët e vet. Mbreti nuk dinte se çfarë të bënte. Ai ishte zëmëruar se Zoti nuk i shpëtoi nga sirianët. Ai vendosi të mbys Elishën, shërbëtorin e Zotit. Pastaj Elisha ju dërgoi një mesazh mbretit:
Perëndia, Zoti ynë, tha se nesër në këtë kohë, mielli dhe elbi do të shiten në portën e Samarias. 4 lebrozët. Në atë kohë, 4 burra ishin ullur te porta e Samarias, që të gjithë ishin lebroz. Ata thanë, përse rrim këtu të vdesim? Le të shkojmë te ushtria siriane. Ndërkohë ushtria siriane kishte dëgjuar një zhurmë, sikur po vinte një ushtri. Ata u friksuan shumë dhe i lanë të gjitha gjërat dhe u zhvendosën. Kur lebrozët arritën në kamp, aty nuk kishte askush. Lebrozët morën të gjitha gjërat që dëshironin. Ata i thanë njëri tjetrit, po kjo s'është në rregull. Kjo është ditë e lajmit të mirë dhe ne nuk po e ndajmë askënd. Dhe shpejt ato u kthyen në Samari dhe i treguan mbretit menjëherë. Njerëzit filluan të shisnin ushqim nga kampi i sirianëve në portën e Samaris, ashtu siç tha Elia. Zoti shpëtoi Izraelin dhe shërbëtorin e tij. Po ashtu Elian, miq, Zoti e dërgoi Jezusin që ne të shpëtojmë nga vdekja e përjetshme. Ky është lajmi i mirë. Gjithashtu dhe ne duhet të ndajmë këtë gjë me të tjerët. Jona hik prej Zotit. Pasi vdiq Elisha, ishte edhe një tjetër profet, që quhej Jona në Izrael. Zoti tha Jonës që të shkojë në qytetin e madh të Niniveas dhe të flasë kundër tij. Unë e di se sa të këqinj janë populli i tij njerëzimit të Niniveas, ishin edhe armiqtë të Izraelit. Jona nuk donte të shkonte te ata, prandaj u mundua që të ikte shumë larg. Ai gjeti një anije që shkonte shumë larg në një shtet tjetër. Ai e pagoi rrugën dhe anija lundroi, por pas pak një stuhi e madhe e çatoi detin. Njerëzit në anije ishin të tmerruar. Ata thanë, le të hedhim një monedhë dhe të shohim se kush është fajtor për këtë. Prandaj, ata hodhen monedhën dhe vendosën se ishte Jona për të fajsuar. Jona dhe peshku i madh. Lundruesit i thanë Jonës, çfarë ke bërë ti? Ai u tregoi atyre që po ikte nga Zoti. Prandaj ata i thanë, çfarë të bëjmë me ty që deti të qetësohej? Jona u përgjigj, më gjuani në det, unë e di se jam fajtor, që erdhi kjo stuhi e madhe mbi ne. Ata njerëz nuk doni që ta mbysnin atë, por stuhia po rritej dhe po keqësohej shumë. Prandaj ata e gjuajtën atë nga anija në det. Një peshk i madh e përpiu Jonën. Ai qëndroi 3 ditë gjallë në barkun e peshkut dhe pastaj peshku e volli Jonën jashtë në tokë të thatë. Jona në Nive. Zoti foli prap me Jonën. Shko në Nive dhe trego mesazhin tim. Pra Jona ju bind Zotit dhe shkoi në Nive. Ai palarmëroi njerëzit duke i thënë se për 40 ditë Ninivea do të shkatërrohet. Mbreti dhe njerëzit e gjithë i përgjëroshin që Zoti t'i shpëtojë ata. Ato u kthyen kundër së keqes, prandaj Zoti vendosi që t'i mos i shkatërrojë ata. Miq, ne të gjithë jemi ashtu si Jona dhe ata njerëzit e Niniveas. Ne të gjithë jemi mosbindës ndaj Zotit dhe kemi bërë gjëra të këqija. Ne meritojmë dënim. Por sidoqoftë, Zoti na do neve të gjithëve. Ai e dërgoi edhe Jezusin që të na paralajmërojë dhe të na kthej kundër së keqes. Jezusi vdiq për të na shpëtuar. Ai ishte në varr për 3 ditë, ashtu sikur se Jona ishte në barkun e peshkut 3 ditë. Pastaj Jezusi u ringjall. Tani ai mund të na jap jetën e përjetshme për të gjithë ata që largohen nga mëkatet dhe nga e keqja dhe ndjekin rrugën e tij. Esteri dhe mbreti. Esteri ishte një vajzë e re që fute nga Izraeli. Prindërit e saj kishin vdekur. Prandaj Mordakeu, xhaxhai i saj, kujdesit për të. Esteri dhe xhaxhai i saj ishin arrestuar bashkë me njerëzit e Izraelit dhe i quan në Persi. Mbreti i Persias ishte një njeri shumë i fuqishëm. Të gjithë ja kishin frikën atij. Kur mbretëresha hidhëroi atë, ai vendosi ta zëvendësoj atë.
Pastaj ai I ftoi të gjitha vashët e bukura në mbretërinë e tij në mes të gjithave. Ai zgjodhi Esterin që të bëhej mbretëresha e tij e re. Por Esteri si tregonte askujt se ajo ishte qifuta. Mordakau refuzoi të gjunjëzohet. Hamani ishte njëri shumë e rëndësishëm në përsi. Të gjithë njerëzit duheshin të gjunjëzoheshin pranë tij, derisa ai të kalonte. Mordakau adhuronte vetëm një Zot të vërtetë. Ai refuzoi që të gjunjëzohej pranë Hamanit. Hamani u zemërua, ai u përqendrua që t'i hakmeri Mordakaut. Një ditë ai tha mbretit, qifutët nuk I përmbahen rregullave të mbretit. Bëj një ligj për ata që nuk I përmbahen rregullave, do të shkatrohen. Hamani I dha para mbretit që të shkonte të pranonte këtë marrëveshje. Hamani ju tha njerëzve që në një ditë të caktuar t'i vrasin të gjithë qifutët. Hamani ndërtoi vetë këndshën e përvarjen, të cilën dëshironte të varte Mordakaun. Mordakau I tha Esterit që ajo duhet të shkonte te mbreti dhe të kërkonte që ai t'i shpëtonte njerëzit e saj. Por Esteri tha, nëse dikush shkon te mbreti pa ftesë, ai duhet të vdesë. Ajo u tha qifutëve që të luteshin për të, pastaj e tha, unë do të shkoj te mbreti dhe nëse vdes, do të vdes. Festa e Esterit. Zoti u përgjigj lutjeve të qifutëve. Mbreti e pranoi Esterin. Ajo e ftoi atë në festë të posaçme, e ftoi edhe Hamanin. Në festë, mbreti e pyeti mbretëreshën Ester, çfarë dëshironi Ester? U përgjigj. Dëshira ime është që unë të jetoj, sepse populli im dhe unë jemi shitur për të mbytur. Mbreti tha, kush kërcon të bëj një gjë të tillë? Prandaj Ester u përgjigj. Armiku ynë I keq është Hamani. Mbreti u zemërua shumë kur dëgjoi për planet e këqija të Hamanit. Ai e vari vetë atë në trekëndshën e varjes që ai vetë kishte ndërtuar për Mordakaun, dhe të gjithë qifutët shpëtuan. Miq, Ester ishte e gatshme që të vdiste për të shpëtuar popullin e saj, por Jezusi na don neve aq shumë sa ai vdiq për ne, për të na shpëtuar të gjithë neve nga vdekja e përhershme. Danieli dhe miqtë e tij. Kjo pikturë tregon Danielin dhe 3 shokët e tij. Ata ishin qifut. Ata I dërguan në tokën e Babilonit nga armiqtë e tyre. Mbreti I Babilonit dëshironte që ata t'i shërbejnë atij. Prandaj atyre u desh të mësonin gjuhën dhe zakonet e Babilonit. Danieli dhe shokët e tij refuzuan të hanin ushqim të pasur nga mbreti. Ajo ishte kundër zakoneve të qifutëve. Ata e dinin se duheshin t'i mbanin ligjet e Zotit dhe ta nderonin atë. Pra ata kërkonin vetëm ushqim vegetarian, të hanin dhe vetëm ujë të pinin. Njeriu që mbante këta kishte frikë se mos të sëmureshin dhe të humbisnin në peshë. Por Zoti kujdesi për ta, u bën më të shëndetshëm dhe më të mençur se të gjithë të rinjt e Babilonit. Danieli dhe mbreti I Babilonit. Mbreti I Babilonit kishte parë një ëndër. Ai e pyeti njerëzit e tij të mençur që t'i tregojnë për ëndrrën e tij, por asnjëri nuk mundi, prandaj I vendosi të mbyste të gjithë ata. Atëherë Danieli dhe shokët e tij I lutën Zotit. Pastaj Zoti ja ringjalli ëndrrën e mbretit Danielit. Pastaj Danieli shkoi te mbreti dhe I tha, është një Zot në qiell që ringjall misteret. Zoti I Madh po I tregon mbretit se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Në ëndër mbreti pa të gjithë mbretëritë e botës, por atëherë pa një mbretëri shumë më të madhe që shkatrohej të gjitha mbretëritë e tjera. Dhe ajo mbretëri ishte mbretëria e Zotit, që zgjat përgjithmonë. Danieli ja dha këto gjëra mbretit dhe mbreti ishte kënaqur me Danielin. Njerëzit e mençur shpëtuan dhe Danieli u bë udhëheqës në Babilon. Imazhi I arit.
Mbreti i Babilonit vendosi një imazh të madh prej ari. Ai ftoi të gjithë zyrtarët që të vinë dhe të shohin këtë imazh. Shërbëtorët e mbretit komanduan popullin. Kur të dëgjoni tingullin e muzikës, ju të gjithë duhet të bini për tokë dhe të adhuroni këtë imazh prej ari. Secili që nuk do ta bëjë këtë, do të hidhet në zjarr. Danieli dhe shokët e tij, Shadraku, Meshaku dhe Abednego, refuzuan të adhuronin këtë imazh. Ata adhuronin vetëm Zotin. Disa njerëz shkuan te mbreti dhe i thanë: "Janë disa çifut që nuk të binden ty. Ata nuk i meritojnë të mirat e tua, ose adhurojnë imazhin prej ari." Në flakët e zjarrit, mbreti dërgoi Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon dhe ju tha: "Nëse ju nuk adhuroni këtë imazhin e arit, ju do të hidheni në flakën e zjarrit. A do mund t'ju shpëtoj Zoti juaj juve?" Ata u përgjigjen: "Zoti që ne i shërbejmë do të na shpëtojë neve, por edhe nëse jo, ne kurrë nuk do të adhurojmë këtë imazh prej ari." Prandaj Shadraku, Meshaku dhe Abednego u hodhën në flakën e madhe të zjarrit. Pastaj mbreti bërtiti: "Shikoni, po shoh 4 burra duke shëtitur rreth zjarrit dhe i 4 duket sikur biri i zotave ose i Zotit." Kur këta 3 burra dolën jashtë nga zjarri, ata as që ishin ndjekur dhe mbreti i tha: "Zoti i Shadrakut, Meshakut dhe Abednegos dërgoi engjëjt e tij që t'i shpëton të shërbësit e tij. Asnjë zot tjetër nuk mund të t'i shpëtojë kështu." Danieli i lutet Zotit. Danieli kishte fuqi të madhe në atë vend. Zyrtarët e tjerë ishin xhelozë ndaj tij. Ata s'mund të gjenin asnjë gabim tek ai, sepse Danieli e kishte bindur mbretin. Prandaj armiqt shkuan te mbreti dhe i thanë se mbreti duhet të lëshonte një urdhër që nëse dikush do t'i lutë ndonjë zoti ose ndonjë njeriu tjetër përveç tij. O mbret, ata duhet të hidhen në liçenin e luanëve. Mbreti u pajtua me njerëzit dhe bëri ligjin e ri. Danieli dëgjoi për ligjin e ri të mbretit, por ai vazhdoi duke u lutur Zotit, sikur që bënte ditë për ditë. Kur e panë armiqtë e tij atë, duke u lutur, shkuan te mbreti dhe i thanë: "Danieli nuk i bindet ligjit tënd të ri që ti bëre." Danieli në qelinë e luanëve. Mbreti nuk dëshironte që Danieli të vdiste në qelinë e luanëve, por ai nuk mundet të ndryshonte ligjin. Pra Danieli e gjuajt te luanët. Të nesërmen, në mëngjes, mbreti vrapoi te qelia e luanëve dhe thiri: "Daniel, a të shpëtoi ty Zoti nga luanët?" Zoti im i dërgoi engjëjt e tij dhe ata ju mbyllën gojën luanëve. Mbreti u gëzua shumë. Danieli nënxorën nga qelia e luanëve me komandën e mbretit. Armiqtë e Danielit u gjuajtën në qelinë e luanëve dhe menjëherë luanët i shyen ata në copëza të vogla miq. Miq, ne nuk duhet të frikësohemi se çka mund të na bëjnë njerëzit. Nëse ne besojmë në Zotin që jetojmë në të vërtetë, të Danielit dhe shokëve të tij, edhe nëse njerëzit na vrasin, ne ende kemi shpresë, sepse Jezusi erdhi prej Zotit që të na jap jetë pas vdekjes. Nehemia përpara mbretit të madh. Nehemia ishte çifute i cili i besonte në Zot. Ai jetonte në Babilon pas kohës së Danielit. Jeruzalemi, qyteti i pasardhësve të tij, ishte rënuar dhe çifutët të cilët jetonin aty ishin në talashe të mëdha. Nehemia ishte shërbëes i mbretit të madh. Një ditë, përderisa ai shërbente vërtet mbretit, mbreti tha atij: "Përse dukesh kaq i mërzitur?" Nehemia i tregoi atij për Jeruzalemin dhe njerëzit e tij çifut. Mbreti tha atij: "Çfarë kërkon ti?" Nehemia në ishte ju lut Zotit dhe tha: "Mbreti të më dërgon aldeun tim që mund të rindërtoj." Zoti pranoi lutjet e Nehemias dhe mbreti u pajtua me kërkesën e tij.
Nehemia inspekton qytetin e rënuar. Mbreti dha me vete Nehemias material për ndërtim dhe njerëzit për të ndihmuar atij ta ndërtonin qytetin. Ata udhëtuan deri në Jeruzalem, armiqtë e çifutëve dëgjuan për Nehemian. Ata u zemëruan, ata nuk donin që të askush të ndihmojë çifutëve. Nehemia nuk e kishte frikën atyre. Nehemia dëshironte që të inspektonte Jeruzalemin, prandaj i ndërtoi të gjithë muret e thyra të qytetit. Ai shkoi natën që askush mos ta dinte se çfarë po bënte ai. Të nesërmen Nehemia i thiri të gjithë çifutët dhe tha: "Ejani që të ndërtojmë muret e Jeruzalemit, dhe s'do të jemi në fatkeqësi më." Ai u dha atyre se Zoti është me ta dhe se ata nuk kanë nevojë të friksohen harmikut. Prandaj çifutët pranuan që të punojnë me Nehemian. Duke ndërtuar muret. Shikon në pikturë, çifutët filluan të punojnë. Disa pastronin mbeturinat dhe disa të tjerë ndërtonin muret dhe vendosën portat e armiqve të çifutëve. U zemëruan dhe më shumë ata u kërcënuan se do t'i vrisnin çifutët përderisa ato punonin. Prandaj Nehemia ju lut Zotit prapë. Atij duhej që Zoti t'i tregonte se çka do të bënte ai, pastaj ai vendosi njerëzit e armatosur mbi mure që të mbronte punëtorët. Të gjithë morën armat dhe përgatiteshin për luftim. Armiqt ishin të paaftë të vrisnin Nehemian ose çifutët. Prandaj puna vazhdoi. Në vetëm 52 ditë, muret u ndërtuan. Ezra lexon ligjin. Pasi që ndërtimi i mureve mbaroi, çifutët u takuan së bashku në Jeruzalem. Ezra, prifti i Zotit, ju lexoi atyre librin e shenjtë, për shkrimet. Disa prej njerëzve filluan të vajtonin sepse ata e dinin se ju nuk i ishit bindur ligjeve të Zotit. Edhe kjo ishte arsyeja pse Zoti lejoi që armiqtë ta shkatërronin qytetin e tyre. Çifutët dëshironin që të largohen së keqes dhe të ndjekin prap rrugën e Zotit. Nehemia ju tha: "Mos u mërzisni. Kënaqësia e Zotit është në fuqinë tuaj." Miq, a keni ju kënaqësi? Zoti na jep neve kënaqësinë dhe fuqi shpirtërore. Kur ne të njohim Zotin dhe të bindemi librit të shenjtë të Tij, Biblës. Më lejoni t'ju tregoj se si mund ta njihni ju Zotin e Nehemias gjithashtu. Jezusi në kryq është vetëm një rrugë për të njohur Zotin. Zoti dërgoi birin e vet, Jezusin, për të na treguar rrugën. Jezusi jetoi në tokë para shumë kohësh. Ai bëri shumë gjëra të mira për të ndihmuar njerëzit. Ai na tregoi se si të kënaqim Zotin, por ne nuk e ndoqëm rrugën e Tij. Ne të gjithë mëkatuam ndaj Tij dhe dënimi për këtë është vdekja shpirtërore për gjithmonë. Zoti e shpëtoi Elishën, Danielin dhe të tjerët nga vdekja, por Zoti nuk e shpëtoi Jezusin. Ai lejoi që njerëzit të këqij ta mbysin atë. Ata e gazhduan atë në kryqin e drurit. Jezusi dëshiroi ta merrte dënimin për mëkatet e tona. Ai na don neve. Tani Zoti mund të na falë neve mëkatet e tona, edhe ne mund të shkojmë te Zoti. Ai bën që shpirtrat tanë të ringjallen prap, dhe ne mund të njohim Zotin dhe dashurinë e Tij, edhe të shërbejmë Atij. Jezusi tregon rrugën në jetën e përjetshme. Miq, jeta është sikur ecjen nëpër një rrugë të gjatë dhe të gjerë, e cila të drejton në vdekje. Të gjithë e kanë moskënaqur Zotin, ne të gjithë jemi në rrugën e Satanit që të çon në dënimin e përhershëm pas vdekjes. Jezusi vdiq për të na shpëtuar nga ky dënim. Atëherë ai doli prapë i gjallë. Tani ai na tregon neve rrugën e Zotit, që është rrugë e vështirë dhe e ngushtë. Donjëherë ne edhe mund të vuajmë në këtë jetë. Sigur Danieli dhe shokët e tij, por rrugët e Jezusit të drejtojnë në qiell. Atje nuk ka vuajtje, është vend i kënaqësisë së përjetshme dhe e paqes. Dhe Zoti është aty.
Jezusi tha, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta, askush nuk shkon tek Ati veç nëpërmjet meje. Pra, lutuni Zotit dhe kërkoni t'ju tregojë rrugën tek Ati.